Brenda 2 viteve, punonjësit në sektorin e arsimit dhe të shëndetësisë do të kenë rreth 40% paga më të larta, ka deklaruar kryeministri Hristijan Mickoski në seancën e sotme të Kuvendit. Mickoski, i pyetur se sa do të rriten pagat e punonjësve në arsim me pagesën e pagës të marsit në prill, ai theksoi se edhe të punësuarit në arsim, ashtu si edhe ata në shëndetësi, do ta marrin në rritjen që është pjesë e marrëveshjes kolektive. Njëkohësisht do të fillojë edhe procesi, pasi tashmë është miratuar teksti i propozim marrëveshjes kolektive që institucionet shtetërore do ta nënshkruajnë me punonjësit në administrat, i cili më parë ishte dakorduar dhe harmonizuar me 2 sindikatat. Ai u miratua të martën në mbledhjen e qeverisë. Ka disa detaje që duhet të përpunohen këtë javë, sot, nesër pas nesër, edhe pres që nga e hëna të përfundoj edhe nënshkrimi dhe që tashmë në prill të marrin paga sipas llogaritjes së re. Mickoski ka shuar se kjo pagë do të jetë më e lartë për shkak të nivelizimit linear për të gjithë të punësuarit në sektorin publik. Siç tha ai, e rritur me 8%. Mickoski njoftoi se kështu do të jetë në prill 2027 dhe në prill 2028, dhe sipas tij kjo do të thotë se për rreth 2 vjet nga sot, punonjësit do të kenë të ardhura rreth 40% më të larta se ato që kanë sot. Ky është një marrëveshje e parë këtij lloji që ndonjëherë qeveria e ka nënshkruar me këta punonjës. Kryeministri Mickoski tha se me që lista u zgjerua pak, u përfshin edhe punonjës nga shërbimi i prokurorisë dhe ai gjyqësor, ku siç theksoi Mickoski, rreth 10.000 persona janë të përfshirë dhe se me këtë ata i rregullojnë 99% të marrëdhënieve të tyre me kolegët ku shteti është punëdhënës.